Në fakt fitoi modeli Madin Agron Gjekmargaj, kësaj radhe. Partia politike janë mozaik, apo në një mozaik janë të gjitha nuancët. Por e tash të fillim të bisedës me ju që ne jemi përshkruar gabimisht si një zonë e ashpër. Kjo është një zonë thellësisht e arsyes. Është një zonë e kodeve, është një zonë e sofrave, e hoxhaqeve, netëve gjata, e bisedave, e odave. Por është edhe një zonë, siç thash, e intelektualizmit, e filozofisë, e poetëve, e piktorëve të shuar që ka bashkëpërvallë shumë të tjerë, që ka lezha, që ka një krenari kombëtare. Është një zonë që ka provuar ekselencat e veta të rilindjes me Fishtën, me Mjedën, me Zëthun, me Vonë, me Zarishin, Herët, me Abat Doçin, me Marlaskën që u përmendet, me Gjeçovin që ka mbledhur kodin tek ajo kisha e bukur në Galivarik. E ka rishkruar, le të themi. Kështu që unë nuk mendoj që kjo është zona ku ti mund të imponohesh me forcë, sepse këtu Frigacak nuk është asnjë fëmijë, po i arsyeshëm është edhe një fëmijë. Frigacak nuk është asnjë burr, por trim mund të jetë gjithë secili prej tyre nëse elipses që kanë dëshmuar në histori. Edhe ti nuk ke arsye të kesh frikë nëse je në drejtën tënde ku nuk fyen askënd, nuk cënon askënd, nuk po i vjell kuj asgjë, thjesht presupozon që jeton në një vend plural, në një vend të lirë, ku mund të shfaqësh idetë tua, mund të mbrosh programin tënd me gjuhën e arsyes, dhe mendoj që ne këtë pjesë secili prej nesh e ka bërë mirë, prandaj kemi dalë fitues të faqebarën çarkun e lezhës.